E partive politike nuk pati asnjë konsensus. Pra kishte qëndrime të kundërta me njëra tjetrën. Në këtë drejtim, më duhet të theksoj faktin që letra që presidenti Osmani ka drejtuar tek kryesuesi i seancës konstituive kërkon që të gjejmë zgjidhje për të mos u bllokuar konstituimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe për ta gjetur këtë zgjidhje, duhen konsultime. Pra nuk mund të vim të një zgjidhje pa pasur paraprakisht konsultime ndërmjet partive politike. Ne sot ishim të gatshëm që të japim kontributin ton për zgjidhjet e mundshme që mund t'i kemi para vetës. Unë isha e pranishme në këtë takim, bashkë me mua zonja Kusari Lila, në të cilën jam bashkë edhe në këtë konferencë, dhe Saranda Bogujevci. Pra, ne si subjekt politik, si parti politike, duam ta korrigjojmë vendimin e gabuar të Kuvendit të Republikës Kosovës. Pra, kemi plot vullnet që ai vendim të korrigjohet, por duhet të shohim se cila është mënyra për ta korrigjuar atë vendim, duke pasur parasysh që as me rregullorën e punës Kuvendit, as me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, as me ndonjë ligj tjetër në fuqi, nuk është e paraparë një situatë të tillë, duket që ligjvënësit ose deputetët të cilët e kanë hartuar rregullorën e punës së Kuvendit nuk e kanë paraparë një situatë se çka ndodh në një moment të tillë kur Kuvendi vendos mos me i verifiku mandatet e deputetëve të cilët janë certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pra ne do t'jemi sërish në seancën që është thirrë nga kryesuesi Dehari, kemi edhe një herë vullnet të plot që të propozojmë edhe mënyra se si duhet shkuar tutje. Unë më herët e përmenda njërën nga ato. A do t'jetë një komision i ri për verifikimin e mandateve, apo komisioni që e ka kry këtë punë herën e parë, ta bëj sërish përgatitjen e raportit të ri që do ta sjell në Kuvendin e Kosovës, është një çështje që mund të diskutohet, por natyrisht mund të ketë edhe propozime tjera. Prandaj jemi këtu për gjetur zgjidhje, për të ofruar mundësi dhe për t'i kryer detyrat tona si deputet Kuvendit të Republikës së Kosovës. Zonja Kusari Lila. Faleminderit zonja Gjiu, të nderuara media, të nderuar qytetarë të Republikës. Është për keqardhje situata dhe rrethanat në të cilat është vendosur organi më i lartë i shtetit, organi legjislativ Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ajo çfarë duhet të ishte një proces i thjesht i votimit, më shumë teknik se sa politik, me të cilin të gjithë deputetët e Republikës, të cilët kanë marrë mandatin nga qytetarët e Republikës, e konfirmojnë vullnetin e tyre për aktivitetin e tyre si deputet me një votim, e kanë vendosur në një rafsh politik dhe kanë shprehur në një farforme jo vetëm pabesinë e tyre për ato mandate, por gjithashtu edhe mos pranimin e rezultateve. Zgjedhjet kanë qenë me një rezultat të qartë, si në vitin 2021, si në vitin 2025, lëvizja vetëvendosje me partnerët e vet ka dalë partia e parë, fituese, dhe natyrisht që veprimin e tyre politik kanë mundur ta vazhdojnë me votimin apo mos votimin e kryetarit të Kuvendit dhe organeve të Kuvendit. Por jo e vendosën në një rafsh në të cilin treguan se nuk janë pajtuar as me rezultatin më herët e as me rezultatin tani, dhe me çdo kush duhet të shërbejnë ose duhet të jenë në funksion të bllokimit të shtetit. Nuk ka asnjë logjik tjetër përveç se bllokimi i institucionit më të lartë për të proceduar pastaj me formimin e institucioneve, sesa mos marrja pjesë ose votimi kundër marrjes së mandateve të tyre. Nuk ishte ky votim ose propozimi i qeverisë. Nuk ishte ky votim ose propozimi i partisë të parë në zgjedhje. Kjo është një procedurë e thjeshtë e cila asnjëherë më parë nuk është kontestuar ose nuk është bllokuar në formën se si është bërë tani. Kjo vetëm e tregon se ju kanë shterë të gjitha format kreative të opozitarizmit që asnjëherë nuk i kanë pasur dhe nuk po mund t'i gjejnë, dhe tashmë vendosin veç të bëjnë një blokadë të thjeshtë të shtetit apo institucionit. Tani më lejoni vetëm në dy çështje që ju tregoj se sa larg shkon themi zelli i tyre për të bllokuar. Në mbledhjen e cila u thirr nga kryesuesi i seancës, përveç se pat e para reagime
absurde në të cilin ti nuk ke mandat naftosh për konsultime, nëse ne nuk debatojmë si të zgjedhur të popullit për të dalë nga kyngërs, nga kush e presin? Presin thirrje nga ambasadat, presin që dikush t'ju bëj presion të natyrës tjetër. Është absurde ti thonë zoti Dehari, kryesuesi të seancës, ti nuk je drejt naftosh. Çfarë të drejtë kanë ata të kontestojnë çështjen bazike, dialogimin? Si të procedojmë tutje? Në kuadër të kësaj, siç e tha ministri Haxhiu, është edhe çështja tjetër, në të cilën ne asnjëherë më parë s'kemi përballuar në aspektin ligjor. Një ligj që nuk votohet në kuvend ose që rrëzohet në kuvend, siç është rrëzuar certifikimi i mandateve, duhet 3 muaj që pastaj t'i kthehet kuvendit. Ne nuk kemi një legjislacion që e tregon që në rast të rrëzimit të dosjes ose raportit të Komisionit Qendror Zgjedhor, edhe një herë po e ritheksoj, i vetmi institucion përgjegjës për verifikim dhe certifikim të zgjedhjeve dhe mandateve është Komisioni Qendror Zgjedhor. Grupi punues mblidhet për të bë një verifikim formal mbi prezencën e deputetëve në sallë dhe natyrisht mandateve të cilat janë pranuar dhe bëhet betimi i deputetëve. Ata atë e kontestuan. Domethënë diçka që në fakt nuk është përgatitur as nga Komisioni Punues. Si dhe më lejoni gjithashtu që drejt për drejt t'i përgjigjem zonjes Time Kadria që ishte këtu para nesh në raport me përgjegjësitë e kryeministrit. Ta lexojnë mëre, ta konsultojnë ligjin. Është shumë i qartë ligji mbi qeverinë, i cili tregon kompetencat. Qeveria në detyrë nuk mund të emëroj ose të iniciojë emërime në pozita të larta, vetëm në rastet ku ato pozita duhet të konfirmohen në kuvend ose duhet të konfirmohen nga presidentja. Që është kjo padituri sistematike, që janë këto gabimet të vazhdueshme me cilat synohet të kontestohet çdo gjë, me një fakt banal, pse shkon kryeministri apo ministrat në zyrë. Cila është krenaria të zbrazën zyret dhe të mos jenë këta në funksion. Të vazhdojnë, veprimin politik e kanë. Me njëherë pas betimit, futet në votim kryetari i kuvendit dhe pastaj kryesia e kuvendit dhe pastaj qeveria. Aty shihet vullneti i tyre për të mbështetur apo për të mos mbështetur. Në situatën si po vazhdon, sinqerisht, ne nëse vazhdon në këtë mënyrë, atëherë duhet gradualisht të konsumojmë kohën dhe në momentin kur e shohim që s'ka zgjidhje tjetër, të drejtohemi prap subjekteve, të themi të ulemi atëherë në tryezë të diskutojmë për zgjidhje tjera. Se nëse kjo është bazike që ju si merrni mandatet ose të lëshojnë rrugë të tjerëve që janë në listë pas tyre. Me radhë, ju lutem. Vetë pak. Po. Unë u deklarum thirrja e takimit konsultativ për dialog ishte. E kemi bërë. E kemi bërë edhe me letra të cilat janë dërguar Komisionit Qendror Zgjedhor. E kemi bërë. Edhe një herë, e përmendet edhe veç sot e propozuar për kryetarin e parlamentit, sepse ka pas lajme se të kanë çelëruar, do të thotë që jo, kjo nuk qëndron. Nuk kemi mbri ende në atë pikë. Do të thonë kur të mbrim të ajo pikë siç ishte deklarata ime më hershme. Si të mbrim të ajo pikë, do ta shihni edhe kush është emri apo propozimi për kryetar apo kryetare të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Vetëm edhe një herë, neni 26 kërkon që ministrat, kryeministri duhet të dorëhiqet. Unë ju kam thënë edhe në konferencën e 15 prillit. Ne e kemi bërë këtë. Pra para certifikimit të rezultateve zgjedhore, ne kemi njoftuar kryesuesin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që ne e pranojmë mandatin e deputetit. Dhe hera e dytë është kur ne para seancës konstituive i kemi drejtuar dorëheqjen kryeministrit Kurti dhe me të njëjtat dorëheqje kryeministri Kurti e ka njoftuar kryetarin e Kuvendit. Ky është aspekti formal që ne e kemi bërë për të theksuar që e kemi përmbushur kërkesën që gjendet në nenin 26. Keni parasysh. Këta që sot thonë që qeveria shteti duhet mbetet pa qeveri, që është komplet qëndrim i pajustifikueshëm, i pabazum as në praktikën e Kosovës, as në ndonjë praktik tjetër, dhe në shpërputje të plot edhe me aktgjykimet e gjykatës kushtetuese. E ka përmendur edhe kryeministri Kurti, kemi përmendur edhe ne. Edhe sa ka qenë kryeministër Hashim Thaçi, është duetuar si deputet, ka vazhduar të jetë kryeministër në detyrë. Edhe Ramush Haradinaj njësoj ka dhënë dorëheqje, ka mbetë kryeministër në detyrë derisa ka ardhur qeveria re.
Edhe, ja ta sjell edhe argumentin tjetër. Gjykimi i gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese ka thënë që qeveria Hoti është zgjedhur në kundërshtim me kushtetutën. A është kështu? Mirë po ka thënë, vendimet mbeten fuqi, pavarësisht që ishte votuar në kundërshtim me kushtetutën, për shkak të sigurisë juridike vendimet mbeten fuqi dhe qeveria në detyrë mbetet deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Pra një qeveri e cila është zgjedhur në kundërshtim me kushtetutën. Pra, ne jeni 26 të cilës po i referoheni, kërkon ndërheqjen tonë, ne e kemi bërë. Çka tjetër duhet bëjmë? Këtu është e hapur tendenca e opozitës për të bllokuar vendin. Vetëm një mendim shtesë nga ajo çfarë tha ministri Haxhiu. Nuk është dorëhequr qeveria në rrethonat e jashtëzakonshme. Ka skaduar mandati. Ju lutem se po bëhen vazhdimisht përzierje të krahasimit të situatave dhe rrethonave. Qeveria Kurti 2 është qeveria e parë në Kosovën e pavarur që e përfundon mandatin. Pse gjithë ky krahasim ose gjithë kjo ngarendje me diçka? Jo, ne na thon, ne insistimi për dorëheqje shkon, domethënë disproporcionalisht me atë se ju se themi ish kryeministri Hoti nuk ka dhënë betimin derisa se ka dorëzuar detyrën. Ne jemi duke folur për situata krejtësisht të ndryshme. Jemi duke folur për një situatë normale. A është normaliteti standard që duhet ta pranojmë? A është normal? Në asnjë vend, një kryeministër i cili e prezanton edhe dorëheqjen qoftë ajo edhe jashtë mandatit, nuk ikën nga zyrja derisa të vjen dikush tjetër për t'ia dorëzuar mandatin. Veç një pyetje, lutem. Po, dakor. Cili nen shkruan që shteti duhet mbetet pa qeveri. A mund të më tregoni? Kushtetuta e Republikës së Kosovës thotë që kushtetuta është mbi ligjin tonë. Kushtetuta është mbi ligjin. Kushtetuta thotë që në momentin që kryeministri dorëhiqet, qeveria bie. Si zë vend kryeministri? Ose se ka planifikuar që mund të kontestohet mandati i tyre. Nuk i kemi dritë që Edhe një herë dhe po vazhdojmë. Unë po përgjigjem në të fundit e do të kemi paraqitje tjera. Ne a bën veç i përgjigjem kolegeve tua, lutem. Nëse dëshironi me pas përgjigje, duheni me mbajtë rrallë. Tani po na hidroni se dikujt i përgjigjem, dikujt jo. Pra, edhe një herë, ne jemi të gatshëm. Është ju përgjigj pyetje. Jo të përgjigj. Vazhdoj. Veç merruni vesh ju me njëri tjetrin edhe ne jemi dakord. Edhe një herë. Është duke u përgjigj zonja Haxhiu. Ne jemi të gatshëm që ta korrigjojmë vendimin e gabuar të Kuvendit Republikës Kosovës. Dhe janë disa zgjidhje përpara, unë e përmenda vetëm një, por mund të ketë propozime tjera. Për shembull, mund sërish ose të krijohet, themelohet një komision i ri për verifikim të mandateve dhe ta shqyrtoj raportin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe të rekomandoj seancës për votim, ose komisioni që e ka kryer këtë punë fillimisht në seancën e 15 prillit ta bëj punën e njëjtë. Pra, jemi në një situatë të tillë, ne kemi propozuar këtu, por që ata e braktisën takimin konsultativ. Verifikimin e mandateve vetëm me 51 është jashtëzakonisht e rëndësishme që të ketë unifikim të qëndrimeve të grupeve parlamentare në Kuvendin e Republikës. Ne jemi të gatshëm që të betohemi si deputet, ta bëjmë betimin pra si deputet, të propozojmë emrin e kandidatit për kryetarin. Shqisoni vetëm pak, edhe një në aspektin procedural. Ju lutem, a ka mundësi që ta kthejmë aty ku shumica e pyetjeve të kësaj jane të paktën të djathtas janë. Pse s'u rikthye në votim raporti? Për arsye se ai raport është rrëzuar një herë. Procedura parlamentare thotë se një dokument i cili ka qenë i verifikuar, i nënshkruar, i votuar në parim njëjtë sikur se ndodh me ligjin e komisione. Ju ka prezentuar seancës, në të cilin ka pas quorum, 109 deputet kanë qenë prezent. Ai është rrëzu me votë. Ndërsa për procedurën tutje,
duhet të deklarohen. Nuk munden me thonë vish hedhen votim, për arsye se nuk është kjo çështje e mungesës kuorumit. Në mungesë të kuorumit, dokumentet hidhen në votim kur arrihet kuorumi. Ne kishim kuorum, 109 deputet kanë qenë në sallë. Dokumenti është rrëzu. Tani, nëse opozita nuk dëshiron të bisedoj fare as siç çka do të bëj me atë raport, ose me atë dokument, po mbesim kështu, ose po drejtohemi, siç e përmenda më herët, për një palë zgjedhje të reja. O pyetje për ata pse nuk votuan. Pyetje për zotin Krasniqi dhe zonjën Rexhepi. Ne jemi tani të gjithë deputet që presim të bëjmë betimin e pastaj të prezantohen koalicione. Faleminderit. Jam përgjigj, I kemi votat. Faleminderit shumë. Ja, që ke pas të një. Veti marrin punën. Vetë shkurt. Do të më ta shpjegoni